Kjo është shtëpia ku në vitin 1814, pra 212 vite më parë, lindi poeti jon kombëtar Jeronim Derrada. Jeronim Derrada mbahet si themelues i letërsisë moderne shqiptare. Ishte babai i asaj që u bë pastaj divizja për pavarësi dhe shënoi atë plejadën e rilindësve tan të jashtëzakonshëm. Jeronim Derrada është një gur themeli në letërsinë shqiptare për sa i përket shekullit të 19, por dhe në tej. Ai lindi në këtë shtëpi që shikojmë këtu dhe u rrit në këtë qytet të vogël Arbëresh në Italinë e Jugut në Kalabri. Ai lindi pikërisht në këtë qytet që quhet Macchia Albanese. Pikërisht në këtë derë ai kalon të çdo ditë në kohën e fëmijërisë së tij, por dhe në kohën e krijimtarisë së tij letrare, në kohën e rinisë kur pati prodhimtarinë më të madhe. Jeronim Derrada të kujtojmë që jo vetëm ishte një poet, jo vetëm ishte një ndër rilindësit tan më të shquar, pra gur themeli i asaj lëvizje patriotike, intelektuale, që shënoi themelet e Shqipërisë së re që do lindte mas çlirimit nga okupimi, nga pushtimi i barbarëve otoman. Në atë periudhë ai u shqua dhe si një adventar i flak. Pasi të kujtoj që në periudhën kur ai ishte në këtë qytet dhe me vonë poshtë në San Demetrio, ai pati mundësinë që të kishte miqësi të ngushtë me kryeministrin e Italisë që ishte Francesco Crispi, dhe ai një shqiptar i Italisë i cili ishte një patriot i vërtet dhe ndihmoi shumë në rilindjen e identitetit kombëtar shqiptar dhe për atë nxitjen për të revoltuar ndaj pushtimit otoman. Pikërisht në atë kohë Francesco Crispi i shkruan mes të tjerave një letër Derradës ku i thot tekstualisht: i dashur Derrada, mos harro që çështja e shqiptarëve është çështja ime. Çështja e pavarësisë shqiptare është në zemrën time, pasi un jam shqiptar me gjak dhe zemër. Pikërisht këtë i shkruajti Jeronim Derradës, i malli kryeministri i Italisë Francesco Crispi, një shqiptar me origjinë nga këto territore arbëresh të Italisë së Jugut. Ja këtu ku po ju çoj tani është guri ku i malli Jeronim Derrada ulej gjatë ditëve që shkruante poemën e tij Milosau, ku tregon për atë dashurinë midis Milosaut dhe Rinës në qytetin të vënës Kenë, në qytetin e Shkodrës. Dhe pikërisht ai ulej në këtë gur këtu ku jam unë tash dhe ku kalonin qytetarët e Macchia Albanese, ai fliste me to dhe u shpjegonte për të gjitha arritjet që ai kishte bërë në fushën e letërsisë, por mbi të gjitha i sensibilizonte ato me patriotizmin e flak për rilindjen e identitetit kombëtar shqiptar dhe për shtrimin e Shqipërisë nga pushtimi otoman. Nga qyteti ku i dha lindjen një prej figurave më të arrirë të letërsisë shqiptare, poetit kombëtar të Shqipërisë, që ishte Jeronim Derrada, një në inspirator, një në nxitësit e asaj lëvizje të madhe patriotike, intelektuale të rilindësve shqiptar nga Macchia Albanese, që ju ftoj ta vizitoni pasi është me të vërtet rëndësishëm fakti që të gjithësh pranë shtëpisë së tij. Unë, Alban Kraja, si gjithmonë nga Kalabria, ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë.